ju tha që populli është i zgjuar, por nuk për respektoni zgjuarsinë e popullit. Ju përpiqeni në gjithë rrëfimin tuaj që ta relativizoni protestën, bile të tregoni dhe hipokrit me të. Në protest vërtet dëgjohet Rama jep dorëheqjen, por ata që kanë dalë në protest janë njerëz që kërkojnë edhe Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Pra ka dalë shoqëria shqiptare, e cila për 36 vite ka parë se si është menaxhuar ky vend. Dhe për këtë arsye meriton respekt protesta. Nuk mund ta konsiderosh protestën si një grupim politik i cili duhet gjithë përfaqësuesit e tij dhe të vihet ngarë me Partinë Socialiste. Ky është gabimi dhe leximi i gabuar i juaj si majorancë, sepse nuk e bëhet vetëm ju, por të gjithë përfaqësuesit e majorancës kanë një sjellje hipokrite në raport me protestën. Nuk mund krahasohet kjo protestë me ato që keni bërë ju për votën me çadrën apo ato që ka bërë Partia Demokratike, sepse jeni grupime politike. Aty nuk ka një grupim politik. Aty është gjithë shoqëria shqiptare e cila është revoltuar në mënyrën se si ju keni qeverisur apo në mënyrën se si ka bërë opozita zyrtare në këtë vend. Prandaj kanë dalë në shesh. Dhe ata kanë disa kërkesa specifike, të cilat nisin sigurisht me dorëheqjen e kryeministrit, por vijojnë me ndryshimin e sistemit zgjedhor në Shqipëri. Vijojnë me ndryshimin e kushtetutës që ju të dy si palë bot në 2008 dhe prishët gjithë meritokracinë politike në këtë vend me ato ndryshime. Hapim debat, jam i gatshëm kur do ylli ta bëj temë, vime diskutojmë sistemin. Po them arsyet sepse kanë dalë ata në protestë. Dhe që nga dita e parë, ju i keni trajtuar protestuesit si njerëz të nxitur nga algoritmi, që është një gjë kështu utopike, të nxitur nga shërbimet huaja, nga agjenturat huaja, mes tyre ka pasur njerëz që nuk ishin pjesë Shqipëria, por kishin dalë në protestë për t'i bërë keq qeverisë apo për të prishur turizmin, dhe asnjë moment nuk keni tentuar dhe ende nuk tentoni që ta lexoni atë si protestë qytetare kundër elitës politike për mënyrën se si e ka menaxhuar këtë vend këto 36 vite. Ky është problemi juaj. Dhe nëse doni një lexim të qartë, dhe të themi të panshëm të protestës, shihni mënyrën se si e trajtojnë mediat më të rëndësishme ndërkombëtare. Nuk ka ndodhur kurrë që ngjarjet shqiptare të trajtohen në këtë mënyrë nga mediat po të them më të rëndësishme evropiane dhe botërore, se ka pasur herë pas here shkrime, turizmi sa i mirë, apo opozita po proteston për Molotovët, apo lexime nga më të ndryshme, por mënyra se si gjithë gazetat më të rëndësishme dhe gjithë televizionet më të rëndësishme europian trajtojnë protestën dhe tregojnë mënyrën pse apo arsyet sepse po bëhet kjo protestë, sigurisht që është një lexim i rëndësishëm edhe për politikanët ata që vendosin në Bruksel apo politikën europiane. Dhe pika më e rëndësishme është ajo që ndodhi para 2 ditësh. Protesta ka nisur për zonat e mbrojtura, por Komisioni Europian ka kërkuar dhe zonja Marta Kos e bëri të ditur që është arritur një akord me qeverinë shqiptare që të shfuqizohen amendimet e ligjit të 2024 për zonat e mbrojtura. Dhe investitor strategjik. Atë ranë dakord të dy që ai ligj do shfuqizohet dhe ati ligj i mbaron afatin fund. Ka mbaruar, më. Domethënë nuk flitet për ato, por flitet për ligjin e zonave të mbrojtura. Dhe zonja Kos tha, kemi rënë dakord që amendimet e 2024 të shfuqizohen. Mbrapa saj, ndërhyrë zoti Rama dhe tha, nuk kemi rënë dakord për këtë pjesë, se ligji është shumë i mirë dhe mund të ketë nevojë për ca ndryshime. Ky përsërisht nuk është reflektim në raport me protestën. Dhe arroganca që është treguar nga të gjithë aktorët politik nuk i bën mirë klimës politike në këtë vend. Po. Tani për gjitha këto që thatë, te pjesa e ndikimit e parë, mëse si doni. Te pjesa e ndikimit, për shembull, ju nuk keni treguar asnjë provë që ka ndikim të jashtëm ndaj protestës. Provat ishin edhe provat do evidentuan, do të ketë padyshim tepër provë. Po, në fakt, po e përpiqesh ta gjej tani nuk e gjeta mbase stafi i emisionit na ndihmon. Provoni të nxirrni një nga këto reelsat e emisionit tani në një kohë normale, kur kemi folur këtu se sa komente merte, dhe nxirrni një tani live dhe shikoni se sa qindra komente negative do të futen në Facebookun ose në Instagramin e emisionit. Kjo do të thotë që s'ka pak njerëz në shesh, po ka shumë po tepër. Kjo do të thotë, unë budalla nuk jam të thoja këtë një doti. Po them këto, merrni hapi konventuesit. Ka një organizim. Po të gjeni më shumë se sa 3-4% të njerëzve real dhe 95%, 97% janë robot, të cilët janë të paguar
nga burime financiare të brendshme apo tuaja, kjo është modele Solli Rama. merrni, apo ja them bëjmë live të pjesën e ndikimit e bëjmë live. Fuzni një koment. Dakor. Bëjni këto po them live tani, stafi i emisionit ta bëj live. Rozhani e bën shumë mirë. Fuzni një komentimin online atje. Shikoj se si do turren robotët. Një koment, se si do turren profilet fake. Një koment i juaj para 6 muajsh, të cilat nuk janë marrë me vjetra mira duart trokitje, sepse ashtu ka funksionuar mekanizmi juaj. Tani ka ndryshuar. Por këta janë njerëz real që këto robot paguhen me para të zeza. Se këto robot paguhen me para kriminale. Se këto robot paguhen me para iraniane po doni, apo influenca tjera, kjo është gjë tjetër. Ama fakti është që aty ja dhe bëjnë laf, Rozhani e bën shumë kollaj. Një postim timin, 10 minuta. Pra, do një timin e ke live po ka. Për sa i përket... Po këtë e kryon Rama, këtë e kryon Rama. Po këtë e kryon Rama, gjithë progresimet e Rama po pse acaroni ka shes. Po pse acaroni, u vëtën faktë. Ju bëni atë... Po se po thua gjysmën që të përqenë. Se kjo është fakti sot, a ka ndikim? Po kështu i ke vlerësimet edhe për Ramon, mo. Adresa falso i ke edhe vlerësimet për Ramon. Dakor, edhe nga Rama. Po ka ndikim ekstra. Pra nuk është protestë. Po se çështja logaritmik jo për Po çështja problemeve që ka ky vend. Diskutimi për këtë ligjin e zonave të mbrojtura. Në fushata elektorale. Diskutimi është shumë interesant ky diskutim për ligjin e zonave të mbrojtura. Pra në qoftë se po dakor. Në qoftë për të ligjin e zonave të mbrojtura. Është fakt që ligji për zonat e mbrojtura është një ligj jo i ndërtuar nga, le të themi, ekspertët shqiptar. Kam paguar lek europian, unë kam qenë pjesë e atij institucioni. Ndryshuat në 2024. E kemi bërë lajmin me thonë, njerëzit e mi, shumica janë nga njerëz real. Dakor. Shikojni sa po patëm më shumë se 3 postime. Jo, ti thua, me qënë se ka shumë postime, thua, dikush po i simulon. Këtë po thua, po nuk tregon as si provë për këtë gjën. Ka një kjo lufta mediat. Po mirë më dakor, në linje u këtyri. Hyri një moment tjetër unë. Kaluam të ligji i zonave të mbrojtura. Pra, po ta mbaroj dhe këtë, pra sa e ngriti një test të ligji i zonave të mbrojtura. Pra, a ishte arritje protestës ligji i zonave të mbrojtura. Po të them, ligji i zonave të mbrojtura është shkruar mbas mbështetjes Bashkimit Evropian nëpërmjet projektit Natyra 2000. Edhe ka një sponsorizim. Ndryshuat 24. Po një sekondë burr tani. Po lëre pra të flasim se si janë budallat nuk e diun. Po se diun që do dalë në 2024. Po se diun aty do dalë, po prit. Pra, po ju them që është ndërtuar, është ngritur institucion, janë bërë parqet, është mbrojtur, Pra, është një produkt i PS-s 100%. Kjo pjesë e mbrojtjes aty. Dhe çdo gjë mbi atë ligj, edhe amendamentet që kanë ardhur si kërkesë e bashkive në atë rast, për sa i përket në vitin 2024, që të kenë më shumë mundësi dhe autoritet bashkit, se ne ndërtuam një sistem i cili mbron 25% territorit të Shqipërisë.